Shqipëria vazhdon me një ritëm të qëndrueshëm rritje ekonomike, duke u pozicionuar ndër vendet me performancën më të lartë për vitet në vijim, sipas parashikimeve të institucioneve financiare ndërkombëtare. Në Shqipërinë 2030 pritet një rritje prej rreth 32% e prodhimit të përgjithshëm kombëtar, çka na vendos në grupin kryesor të ekonomive me rritjen më të qëndrueshme, por edhe më të lartë gjithmonë sipas atyre organizmeve, jo sipas thjesht qeverisë shqiptare. Dhe kjo rritje nuk është rastësi. Ajo mbështetet mbi themelet që hapëm dhe fortifikuam me reformat tona kurajoze të shumë pritura dhe të shumë munguara për dekada dhe që e kanë vënë vendin në kushtet që të ecë përpara me shpejtësi. Është një rritje që mbështetet në sektor që janë në zhvillim të vazhdueshëm, në ndërkohë që patjetër ajo çka është edhe më e mira e prekshme në këtë proces rritje është rritja e vazhdueshme e pagave. Jo vetëm në sektorin publik, po tani më dhe në sektorin privat, sidomos për të gjithë ata që kanë një kualifikim caktuar apo zotrojnë një zanat. Dhe kjo është edhe një thirrje për të gjithë shqiptarët jashtë vendit që të vazhdojnë të shikojnë me optimizëm mundësinë e kthimit në Shqipëri, pasi për shumë prej tyre Shqipëria sot ofron më shumë se sa vendet ku ata janë, në ndërkohë që përtej asaj që ofron drejt për drejt për sa i përket punës dhe pagës, ofron edhe ngrohtësinë e shtëpisë.